Vendet e Ballkanit përfshirë Shqipërinë, Kosovën, Maqedoninë e Veriut, Bosnjë-Hercegovinën, Serbinë, Malin e Zi, Bullgarinë dhe Kroacinë, gjatë gjithë javës janë përballur me përmbytje të shkaktuara nga rreshtet e dendura të shiut, ndërsa në disa vende shiu është zëvendësuar me borë. Në Shqipëri një person humbi jetën pasi është marrë nga rrjedhë e ujit, ndërsa në Bosnjë-Hercegovinë një grua humbi jetën si pasojë e rrëzimit të një pemen nga rreshtet e dendura të borës. Rreshtet e forta shkaktuan vërshime ujore në qytetin Kërçov dhe rrethinat e tij në Maqedoninë e Veriut, ndërsa qytetarët e prekur nga rreshtet u strehuan përkohësisht në një palestër sportive. Në Kosovë, për shkak të përmbytjeve në komunat Malishev dhe Junik, u shpall gjendje emergjente. Për shkak të rreshjeve në gjithë vendin, fillimi i gjysmëvjetorit të dytë shkollor u shtyi për më 12 janar. Edhe në Serbi, për shkak të rreshjeve të forta në 4 komuna u shpall gjendje jashtëzakonshme. Në gjithë vendin u regjistruan edhe ndërprerje të energjisë elektrike si pasojë e përmbytjeve. Në Kroaci, për shkak të rreshjeve të dendura të borës në rajonin Osijekut u shpall alarmi kuq, ndërsa në kryeqytetin e Bosnjë-Hercegovinës Sarajevo, shumë qytetarë u drejtuan spitaleve me ankesa për fraktura për shkak të rreshjeve të borës. Në Mal të Zi, situata më kritike u regjistrua në qytetin e Danilovgradit, ku evakuuan 30 persona dhe u përmbytën shumë shtëpi dhe objekte afariste. Në qytetin Krumovgrad të Bullgarisë, rreshtet e forta shkaktuan përmbytje, ndërsa për shkak të rreshjeve, lumi Krumovica arriti pranë nivelit të daljes nga shtrati dhe në 26 vend banime u shpall gjendje jashtëzakonshme.